Turpi më i madh, mashtrimi më i madh është kur thotë ky, do i bëjmë të gjithë këto gjëra, do japim pension 13, do rrisim pensioni minimal kaq, mesatarin kaq, etj. Deri në 2030. Kësa i thonë populli ka thënë prit gomard bibar. Pensionistët janë një stres shoqërore që e duan ndihmën me orë e me ditë, e jo me muaj e me vite, si shtot ky. Njeriu ha 3 herë në ditë. Pensionisti 70, 80, 90 vjeçar ka plot sëmundje. Do vizitohet paktën një herë në muaj. Do marrë ilaçet 3 herë në ditë. Do bëj analiza. Do shtrohet në spitale. Pra këto si bën një herë në 4-5 vjet, sa herë ti kujtohet thia që unë s'kam, po kur të kem do t'u jap.